jashtëzakonisht shumë keq për humbjen e shpatit. Jashtëzakonisht janë shumë jashtëzakonisht shumë një personazh shumë pozitiv. Shumë pozitiv. A të diftoj se e kam njohur shpatin? Ne të shohim këto edhe ke pas të ftum Shpat Kasapin, edhe ke publiku foto. Po m'duket e keni pas shumë mik të mirë? A të diftoj se e kam njohur shpatin? Kur unë kisha fillu podcastin, kishe shumë pak një ose dy puntatat e shumë, edhe në një lokal të lagjës, isha të pi kafe, kisha marri se shkruj zakonisht, marri blok si shkruj, këtë do të ftoj, si do ftoj, edhe qoj kryt, në lokal edhe shof mu dukte si shpati, a kupton, edhe se unë po menosha këtë do kem të ftumin e rras, a odin e shof, po duk si shpati. Edhe shkoj direkt i ulem tavolin shpatit, prezentohem ç'kemi si e kalove, këne kem në lirë, du më baj këtë podcastin, a odin, edhe aty unë njofta me shpatin, por thjesht rasti se ne jetoshim në një lagjë, një pallat, a din shpati sa po kishte ardhur dhaj në Tiranë, ka marrë thënë e lirë me jetu këto, edhe tu kanë se ishim një lagjë, një pallat, kafen e pishim për ditë e pishim kafen bashkë, në palesër shkoshim bashkë, na ka taku me dal gjiro me makinë, me dal me shku me pa neshjen, me dal me shku me hangër, një personazh jashtëzakonisht shumë pozitiv. Jashtëzakonisht shumë pozitiv. Të betohem, ishim lokale, si ishim të nejtë, dhe ai vazhdohet fillo të knote, fillo të knote në lokal. Shumë energji pozitive. Në lirë ble vlla, në lirë, djali më i mirë i Shkodrës si. Pasha zot, në lirë. Djali më i mirë i Shkodrës si. Edhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për humbjen e shpatit. Jashtëzakonisht janë shumë jashtëzakonisht shumë një personazh shumë pozitiv. Shumë pozitiv.